Shqipëria vijon të tërheq vizitorë të huaj me një rritje prej 6.8% të turistëve të huaj gjatë muajit dhjetor 2025, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2024, sipas të dhënave të publikuara nga Instat. Instituti i Statistikave ka publikuar të dhëna për muajin dhjetor, të cilat vulosin bilancin vjetor. 12.466.038 shtetas të huaj kanë vizituar vendin tonë përgjatë vitit që kemi lënë pas. Kjo shifër shënon një rritje vjetore prej 6.6% krahasuar me vitin 2024, duke dëshmuar se trendi rritës i Shqipërisë si destinacion turistik dhe tranzit nuk ishte i përkohshëm. Gjatë dhjetorit, 698.742 shtetas të huaj kanë hyrë në territorin e vendit tonë, ndërsa daljet e tyre arritën në 638.680 persona, duke shënuar një rritje prej 5.5% krahasuar me një vit më parë. Të dhënat tregojnë se Shqipëria po vazhdon të konsolidohet si destinacion turistik i preferuar për shkak të rritjes së udhëtimeve ndërkombëtare, kthimeve sezonale të emigrantëve dhe promovimit të vendit si destinacion gjithvjetor. Instat bën të ditur se flukset e lëvizjes së shtetasve shqiptar dhe të huaj drejt dhe nga Shqipëria vijuan të shënojnë rritje edhe gjatë muajit dhjetor 2025. Gjatë muajit dhjetor 2025 në territorin e Republikës së Shqipërisë kanë hyrë gjithsej 1.522.889 shtetas shqiptar dhe të huaj, duke shënuar një rritje prej 7% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2024. Ndërkohë, numri i daljeve nga territori i vendit ka arritur në 1.353.137 shtetas shqiptar dhe të huaj, ose 8.1% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instat, hyrjet e shtetasve shqiptar gjatë muajit dhjetor 2025 janë regjistruar në 824.147 persona, duke pësuar një rritje prej 7.1% krahasuar me dhjetorin e vitit 2024. Edhe daljet kanë shënuar rritje. Gjatë dhjetorit 2025, nga Shqipëria kanë dalë 714.457 shtetas shqiptar, ose 10.6% më shumë krahasuar me dhjetorin e vitit që lan pas 2024-s.